Ledio, si lindi dëshira jote për muzikën popullore? Si u lindi? Si u erdhi ajo pjesë që unë një ditë do bëhem këngëtar dhe do bëj këngën, do këndoj këngën popullore për labdët? Atëherë dëshira ime për këngën popullore shqiptare ka lindur qysh në moshë të vogël, përveç se i kam dëgjuar këngët tradicionale shqiptare si në familje ashtu dhe në festa dhe aktivitetet të tjera ku unë jam rritur. A është pjesa e muzikës popullore një gen i rritur në brendësi të Ledios, apo thjesht ju e keni marrë trashëguar nga pjesë familjar të familjes tuaj të madhe? Neve kemi trashëguar brez pas brezi në fakt këngën popullore dhe këngën labe, qysh erët nga gjyshit, stërgjyshit tanë. Pikërisht juve jeni një nga njerëzit që në moshë të re dhe një pasion i lindur në brendësinë tënde për këngën popullore. Çdo thot për ju kënga popullore? Pse pikërisht ju zgjodhët këngën popullore kur jeni një njerëz që mund të zgjidhni një model tjetër të kënduarit? Atëherë, unë në fakt kënga popullore nuk është thjesht një këngë, një muzikë popullore, ajo mua Të tërheq? Po më tërheq patjetër, më jep plus edhe emocionet aq të mia sa unë nuk dia si t'i shpreh. Kush ka qenë personi që ty të ka mbështetur më shumë në rrugtimin tënd artistik? Atëherë, persona që më kanë mbështetur më tepër në këtë rrugëtim artistik kanë qenë familja ime, si dhe miqtë e afërt. Kush janë ata miqtë e afërt? Ka shoqëri Ledio shiko, se ti ke një zë shumë të bukur dhe pikërisht ti do dalësh do na bësh ca këngë popullore vëlla, ose si i thoni ju këtej nga Vlora, do bëni ca këngë në ca festa, në ca gëzime familjare. A mundet që Ledio të jetë kjo pjesë e këtyre shoqërisë që e kanë suportuar Ledion për të qenë pjesë e skenës apo artit apo e këngës popullore, sepse ju jeni i ri, 18 vjeç më thatë. Po. Kush janë ta miqët tuaj? A ke miq Ledio? A ka shok Ledio? Po, A mund më i thuash kush janë ta miqët tu që të suportuan ty? Përveç familjes, në kush suportoi tjetër? Atëherë unë kam shumë miq në fakët, ndërta është këngëtar, mund të flasim, është Hyuja Lushaj. Kemi Gramoz Sulkaj që më ka suportuar shumë në vende